Përshëndetje mes të dashur kudo e nga do që jeni. Përshëndetje edhe ju diaspor e dashur shumë e çmuar. Këto ditë të fundit janë bërë cak e një avazi që ka nisur me sulme ndaj meje. Në disa faqe në TikTok dhe me disa të tjera në Facebook, e ku njëra ndër to është edhe kjo lart që po shihni Info Point. Pra, Info Point ka marrë një pjesë të lajfit tim bram, kur kam bashkëbiseduar me miq, duke ja montuar edhe një muzikë serbe. Të dashur qytetar, të dashur gjeshër prender vëllezër motra, të dashur ju të rinj. Si Albert, unë vim nga drenica heroike e legjendare. Dhe këngët me të cilat unë jam rritur dhe jetoj me nder e me krenari, janë këngët që i këndohen historisë tonë, lavdisë tonë, krenarisë tonë, e nderit tonë. Pra, me këngën më të bukur në botë, me këngët shqipe. Këto lloj sulmesh drejt meje këto ditë janë sigurisht të kuptueshme dhe të pritshme. E gjitha kjo bëhet se si ta thyem Albert Drenicën apo ti ulim imazhin Albertit. Mes të dashur, ne si shoqëri duhet të kemi gara si në bisedë, si në komunikim apo diskutim, rreth ideve, rreth programeve, rreth mendimeve apo kritikave. Por nuk guxojmë të ulimin në këtë nivel kur këso goditje i drejtojmë në tjetrit duke e brazuar deri edhe me armikun tonë shekullor. Mes të dashur, duke e po se si i montojnë postimet, mua më bën me dyshu se janë të pasionuar pas këngës serbe, prandaj edhe videot e mia i shoqërojnë me këngë serbe. Edhe herë, këngët me të cilat jam rritur, jetoj dhe i ndëgjoj me krenari, me emocion, me shumë dashuri, janë këngët që i këndohen atë dheu tonë, kombit tonë, historisë tonë, të kaluarës tonë, dëshmorëve, heroinive, heroinave, dhe asesi kur në listën e këngëve apo në listën e dëshirave të mia nuk ka vend kënga serbe. Mes të dashur, unë vim nga një familje që brez pas brezi i ka dhënë diçka atë dheut. Në çdo kauzë e përpjekjet e këtij populli, familjarët e mi kanë marrë pjesë dhe janë munduar të japin më të mirën nga vetja e tyre. Siç është rasti me prindin tim, i cili ka punuar ngushtë në lidhjen kombëtare për pajtimin e qaqeve në Kosovë, në krye me Anton Qetën, pastaj kontribuos në OQK dhe kontribuos në arsim për 42 vite. Të dashur miq, të jemi të kujdesshëm dhe shumë të vëmendshëm se si i qasemi njëri tjetrit si shoqëri. Goditjet, propagandat, linqimet, dikuj mund t'i kushtojnë edhe me jetë. Andaj, mos bëhemi shkaktar i një përqarje ndërshoqërore. Mos ta thyem atë që e nisi Anton Qeta, i cili deri në momentin sa ka jetuar dhe ka dhënë shpirt, çdo herë ka bërthirje dhe lutje që t'jemi të unifikuar si shoqëri, si popull. Unë kuptoj se në mbar shqiptari ka njerëz që nuk e pëlqejnë aktivitetin tim, bindjen apo qëndrimin tim. Edhe unë bëj shpesh herë kritika e akuza e kundërshtime. I mirëpres edhe kritikat edhe kundërshtimet nga secili e secila, por jo në këtë formë kur ne duhet t'ja veshim Serbin njëri tjetrit. Ju garantoj të gjithëve se nuk do të më thyeni, nuk do të më ndalni përderisa t'jam qallë. Nuk do të zbrasem e nuk do të ndalem në rrugë në hapat e mi. Dhe nuk do të ndihem i turpruar asnjëherë nga këtë lloj linçime e propaganda. Busulla ime si drenicas janë familja legjendare e jashtëroreve, të gjitha familjet e heronjeve dhe heroinave. Busulla ime janë
të gjitha familjet që e kanë sakrifiku, edhe fëmijën e djepit që sot jemi të lirë e të kemi kohë për të shpërndar kritika, ide e qëndrimet të ndryshme. Ju përshëndes dhe edhe me i përqeshëm Albert Dernica.